Në Shqipëri, kryetari i Komisionit Parlamentar të Sigurisë Spartak Brau tha sot se përgjegjësia kryesore për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë bie sipas tij mbi Këshillin mbikëqyrës të bankës. Zoti Brau i drejtua me një thirrje anëtarëve të Këshillit që të japin dorëheqjen. Ndërkohë, siç njofton korrespondenti në Tiranë Armand Mero, aktivistë të shoqërisë civile vazhdojnë të mbledhin firma në mbështetje të peticionit për shkarkimin e guvernatorit Ardian Fullani. 2 javë më parë ishte kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erion Braçe, i cili thiri pak ditë pas zbulimit të vjedhjes disa milion dollarësh në Bankën e Shqipërisë, guvernatorin Ardian Fullani për të dhënë shpjegime. Deri në ato moment, përmasat e ngjarjes ishin ende të kufizuara nga një informacion i pakët dhe i kontrolluar nga vetë banka. Sot për këtë çështje foli i kryetari i Komisionit të Sigurisë, deputeti i LSI-s, Spartak Brau, sipas të cilit përgjegjësia kryesore ishte e Këshillit mbikëqyrës. Ky këshill përbëhet nga 9 anëtarë të zgjedhur nga Parlamenti dhe qeveria, vetëm njëri zgjidhet nga vetë Këshilli, ndërsa prej disa muajsh 2 vende janë vakante. Sipas zotit Brau, Këshilli, strukturë kryesore drejtuese dhe menaxhuese e Bankës së Shtetit e ngarkuar për këtë qëllim me ligj, ndonse e kompozuar me personalitete të nderuara të fushës financiare. Çuditërisht duket se ka vegjetuar, nuk ka qenë kërkuese, kontrolluese, eficiente. Zoti Brau foli për përgjegjësi deri më tani morale, politike dhe institucionale të anëtarëve të Këshillit, ku bën pjesë dhe guvernatori Fullani, dhe të cilit ka një opinion në rritje që kërkon prej tij të largimin nga kjo detyrë. Qëndrimi i zotit Brau nuk ishte fort i qartë. Në deklaratën e tij ai bëri thirrje për dorëheqje vetëm 3 nga 7 anëtarëve aktual të Këshillit. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve lidhur me guvernatorin, i cili sipas tij ndodhi përpara një gjëme të madhe, zoti Brau tha se dorëheqja është çështje personale e Fullanit. Pezullimi dhe shkarkimi kanë procedurat e tyre. Më pas ai e riformuloi pozicionin e tij duke saktësuar. Unë u drejtohem të 7 anëtarëve të bordit drejtues të Këshillit drejtues të japin dorëheqjen. Në këtë shtatje, natyrisht, pjesë e tij është edhe Fullani. Ngjarja në Bankën e Shqipërisë është vënë në qendër të opinionit publik. Aktivistë të shoqërisë civile prej tij është ka nisur mbledhjen e firmave në mbështetje të një peticioni i cili kërkon largimin e guvernatorit Fullani nga detyra. Nga ana e saj, prokuroria po vazhdon hetimet të cilat po nxjerrin çdo ditë detaje të reja që dëshmojnë mos funksionimin e një zinxhiri strukturash të vetë bankës, të cilat bën të mundur një vjedhje që vazhdonte për afër 4 vitesh. Deri më tani janë të paktën 10 persona, nga të cilët 9 punonjës të bankës, përfshirë dhe drejtorin e emisionit, janë arrestuar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.